Klevis, kemi një zarf të zi në shtëpi. Çfarë ka ai zarf? Po zarfi zi ka ardhur pas një prove që i ka dhënë vllai i madh banorëve aty, i kanë dalë në dy grupe, Selini në një krah dhe Greta në një krah tjetër, dy kunate pothuajse kanë krah, të cilët duhet të krijonin një koreografi për të shfaqur, nëse s'gaboj, tek prajmi i ardhshëm. Njëra dy grupe do fitonte për të shfaqur ky kërcimi, kjo koreografi në prajmin e së martës, nëse s'gaboj. Në provat e sotshme ka këmbulur mjaftueshëm që Ina edhe Rogerti mos të shkojnë tek provat, duke i dhënë urdhër në vaj madh që të mblidhen, se sa herë binte gongu, këta duhet të mblidheshin tek arena për të bërë provat e tyre. Tashme gongu ka rënë, Greta i ka thirrë banorët, Rogerti edhe Ina nuk kanë pranuar sepse kanë dashur të kundërshtojnë në sjelljen e Gertës kundrejt tyre, duke i kërkuar që nëse ti nuk ulesh na kërkosh falje, ne nuk vim te prova. Vëllai i madh i ka bërë thirrje kush e di sa herë në mikrofonat që duhet të mblidheni, lajmërimi i fundit. Pothuajse kjo nuk ka dalë me sukses nga grupi i Gertës. Kjo ka qenë një arsye pse zarfi i madh ka ardhur, duke thënë që mospranimi i rregullores dhe urdhrave që vllai i madh i jep ndaj banorëve është një minus në atë lojë. Mendoj se do dënohet i gjithë grupi i Gertës në një televotim, besoj. Po ashtu kemi parë që grupi fitues ka qenë Stella grupi Selinit, të cilët kanë pasur një performancë shumë të bukur edhe mezi presim ta shohim të martën. Një tjetër dinamik që ishte prajmin e kaluar ishte edhe surpriza që Mateo i bëri Brikenës. Si e pat gjitha të surprizë dhe më pas komentet si të banorëve, po ashtu dhe vetë të Brikenës, e cila në një moment deklaroi që mendova që surprizën ma kishte bërë Daja dhe Halla. Pra, ishte një formë tallje, një formë, po themi, ironie që po bënte Brikena, apo realisht Brikena i ka menduar këtë gjë, dhe ajo çfarë do të pyes unë përveç kësaj është edhe a besoni që Brikena është e lidhur jashtë dhe mbi të gjitha a Brikena ja dha shansin Mateos thjesht që mos dilte shtriga në publik ashtu siç e deklaroi në një nga, po themi, rrëfimet që ajo pati te dhoma e rrëfimit? Mund të them që në ky prajmi është quajtur prajmi i Selinit. Kemi parë mbi 3 orë diskutime për Selinin midis Rogertit e gjëja më e bukur ka qenë kjo surprizë. Edhe mund të them që është e vetmja gjë që në ky prajm diskutohet akoma dhe sot. Dhe është surpriza që i ka bërë Mateo Brikenës. Ka qenë një surprizë shumë e bukur, emocionuese gjithashtu. Mateo ka treguar sërish vlerat e tij si mashkull në atë shtëpi kundrejt Brikenës. Sa i përket deklaratës të Brikenës duke i dhënë mundësinë, besoj se është pikërisht kjo që ti sapo më the. Por mos të dalë keq, ajo ka dhënë mundësi. Unë e kam thënë edhe herë të para në për intervistat që ne kemi dhënë. Unë mendoj se Brikena ka një lidhje jashtë, sepse nuk ka justifikim tjetër reagimet e saj kundrejt tij. Thjesht ajo nuk ndjen, nuk do, ka një lidhje jashtë, edhe kjo është arsyeja që i stepet të gjithë kësaj situate. Por kuptoj qartazi që ajo ndjehet dhe pak keq. Ndjehet sepse vihet edhe në siklet. E kuptojnë tashme që më problemi nuk është familja ose Daja i komentuar në përrjete. Nuk besoj se është as Daja Brikenës, as familja Brikenës. Brikena duke qartë që o nuk ka një pëlqim, se mund të jetë edhe kjo, nuk e do, nuk e pëlqen më burr, nuk është tipi i saj më, ose ka një lidhje që e pret jashtë. Këto janë dy arsyet, se nuk e mendoj që një gocë që shef një djalë që i cili është shumë djalë i mirë, Mateo. Jashtëzakonisht më pëlqen Mateo sepse është i qeshur, është shumë i dashur, është shumë i respektueshëm, i lezetshëm, kështu që nuk e kuptoj pse mos t'ia jepte atë një mundësi ose të paktën një përqafim pas asaj surprize, se njerëz jemi drejt qytetar, një përqafim e meritonte sadopak, edhe ndjenja mos të kesh, edhe mos të pëlqej ky person, një përqafim ja jep si shembull respekti për gjithë atë që ai krijoi. Por tu unë dyshoj të kjo pjesë e përqafimit, unë dyshoj se Brikena e ka një lidhje jashtë. Se nëse konsiderojmë gjitha këto që sapo thash, i bie që të paktën një përqafim do ja jepte. Nuk e di se sa më kupton, por e gjitha kjo më mbledh përshtypje që Brikena e ka lidhjen e saj jashtë, po.
Të bëri përshtypje që Arushi t'ia vendosi emrin Boli dhe është rastësi që ajo, po themi, në diskutimin që ka pasur më përpara me banorët, preferencat i ka për, po themi, meshkuj me bark dhe pikërisht i vjen një Arush dhe Arushit ja vendos emrin Boli. Pra e gjithë ky rrëfim është rastësi, është strategji e Brikenës, ndoshta për të futuar publikun ose edhe për të vënë siklet Mateon. Pra çfarë po ndodh me Brikenën realisht? Brikena, ma sa kam kuptuar, nuk është gotë që bën gjëra rastësisht. Çdo gjë që thot, çdo gjë që bën e ka një pikë synimi. Nuk e din që ose emri Boli është tek preferencat e saj që ka thënë për meshkujt me bark edhe syt kaltër e tej, po mund të them që Boli tashmë është dhe banori im i preferuar në atë shtëpi, por mbase do t'i dali kundra asaj që njerëzit besojnë për Brikenën dhe kjo mund të jetë një strategji e saj. Domethënë njerëzit besojnë se Brikena një gocë yll, modele, mis, 2 metra e lezetshme e shkëlqyer, duan ta shikojnë një mashkull elegant si Mateo me trup. Ajo mbase i del kundra komplet kësajte, duke futur veten e saj që jo, unë dua persona për shembull me bark, të thjesht, nuk është se e ka imagjinatën e saj, dua princin e kaltër me kalin e saj. Kjo mund të jetë një strategji që mund të ketë Brikena që të synoj gjithmonë kundra, siç e kemi parë dhe me deklaratat e saj Brikena ndonjëherë del edhe bluff. Kemi parë deklaratën e Brikena që thotë që nëse unë me burrin tim nuk shkoj, unë do vazhdoj ta kem marrëdhënien time për hap të fëmijëve, duke ulur veten e saj me kuptimin që lert më rrafi burri, unë do të qëndroj për hap të fëmijëve. Brikena mundohet të japi disa mesazhe, por mesazhe që nuk i shkojnë emrit të saj ose karakterit të Brikenës. Mundohet të tregojë më shumë me sjellësme se ç'është. Okej, ne njohim Brikenën nga jashtë, edhe nëse nuk e njeh, mjafton të klikosh emrin e saj në Google, është mjaft bukur, mund të shikosh biografinë e saj se çfarë ka bërë, ku ka bërë, si ka jetuar më para, me kë ka qenë dhe kë s'ka qenë. Kjo tregon qartazi. Gjithsesi, nuk arrit të kuptoj pse Brikena vazhdon dhe marr qendrimet e tilla në shtëpi. Është gati muji i dytë që po afron dhe ajo vazhdon mban një perceptim. Gjithsesi, nuk është i keq, po as nuk është dhe ndonjë diçka që ata e favorizon shumë në lojën e saj. Besoj se Brikena nuk ka gjetur veten akoma në atë lojë. Nuk është se po shoh një Brikenë që po bën lojë. Brikena momentalisht po favorizohet veç për situatën me Mateon. Edhe këtë gjë Brikena nuk di ta përdori dhe ta lozë siç duhet. Nuk po them që ta kapi ta lozë me ndjenja, sepse kërkujt publikut nuk i pëlqen kurrë kjo gjë. Por gjithsesi, Brikena momentalisht me reagime dhe me këto kundërpërgjigje që jep Mateos, thjesht po merr minuse dita ditës dhe po favorizon akoma dhe më shumë Mateon. Të them diçka. Një arsye pse Brikena mund ta ketë menduar këtë gjë që nuk do të afrohet me Mateon, është sepse ajo mbase mendon sikur del minus në lojën e saj dhe i jep me shumë favor Mateos. Por do të dalë sërish këtu që si i jep, si nuk i jep, ajo prap e favorizon Mateon. Gjithsesi Mateo nuk besoj se ka nevojë për një Brikena për të favorizuar, se siç e kam parë si lojtare është shumë i përgatitur, shumë i argumentuar, edhe qëndrimi që mban kundrejt çdo banor dhe çdo debati aty është shumë i saktë dhe më pëlqen shumë. Të them të drejtën, ne kemi parë për herë të parë të shtunën kutinë e Pandorës për këtë edicion. Miri ka marrë goxha goditje atë Prime në të tëra anët. Mund të them që Miri ka marrë mjaft bukur mesazhin e tij nga jashtë, ndaj tjatit të Brikenës, të Selinit, më fal. Gjithashtu edhe komplet këtë lojën që po i ndodh Mirit atë aktualisht në shtëpi. Mua më pëlqeu për diçka Miri të shtunën. Më pëlqeu përgjigje që i dha mesazheve që i mori kundrejt babait Selinit. Përgjigje që ai ka dhënë ka qenë mjaft e zgjuar edhe shumë i saktë në atë çfarë ai tha. Sa i përket surprizës së tij, unë si Klevis kam parë që ajo ka qenë një surprizë shumë e ftohtë ndaj vajzës së tij. Prisja të kishte pak ngrohtësim më shumë, prisja të kishte pak më shumë emocion, por nuk ka se na fali aq. Ishte një surprizë që u bë shtunën dhe të dielën është harruar plotësisht.
Goca mu duk pak e ftohtë kundrejt Mirit, gjithashtu edhe Miri pak i ftohtë kundrejt Gocës, po ashtu. Nuk kishin atë ndjesi babë e birë. Thënë të drejta, më shumë ndjesi ka pas babë e birë Mirë Selin, se sa goce Mirit me atë. Kupton, nuk e di, ishte qik si... Nuk kam si ta përshkruaj, po prisja pak më shumë na Miri kundrejt vajzës të tij. Kjo na tregon që diçka nuk shkon rreth tyre, ose mbase Miri kështu e ka marrëdhënien e tij me Gocën. Edhe jashtë, nuk dua ta gjykoj absolutisht fare, por unë po thjesht po them se çfarë na dhuroi në atë Prime kjo surprizë. Le të shpresojmë që jashtë ka një marrëdhënie më të mirë dhe janë krejt ndryshën ajo çfarë treguan, por emocionet janë të tilla, kështu që Goca në moshën që ka, është mos e normale të ketë emocionet e saja, plus gjua që ajo nuk e flet sakt shqipen. Këto mund të jenë të gjitha në anë e Gocës, kurse në anë e Mirit nuk e di. Miri ka qenë shumë i shokuar, mund të them, në gjitha kjo. Siç thash, Miri është bombarduar në atëra anët të Prime. Edhe besoj ka marrë mesazhet e tij. Si e shikoni vazhdimin e lojës? Do ketë ndryshim kursi Miri? Ka marrë ndonjë mesazh që ai mund ta ndryshojë dinamikat në shtëpinë e Big Brother, sidomos raportin që ka me Selin, apo ai nuk do ndikohet fare edhe nga deklaratat që ka bërë Jati lidhur me këtë raport dhe do vazhdoj të ketë po të njëjtin afrimitet me Selin? Mendoj se gjitha kjo lojë që po ndodh jashtë, jo brenda në shtëpi, gjitha kjo reagimet familjarëve, loja që është bërë me Kunatën që ka hyrë brenda, vllai Selinit i cili hyri 2 prame me para, duke i dhënë mesazhin që me lojën e bëmë mirë vetëm. E gjitha kjo më duket se po ja forcon më shumë lojën Mirit me Selin. Edhe Gibo gjithashtu që ka hyrë në mes, mendoj se është lodra e Mirit dhe e Selinit për ta përdorur në këtë trekëndsh. Edhe Selini është shumë e zgjuar. Sado që i ka marrë këto mesazhe, Selini vazhdon dhe përdor këtë marrëdhënie që ka me Mirin. Gjithashtu në krau tjetër edhe Miri ja pason topin Selinit, edhe kështu këta dy janë bërë 2 lojtarë kokë me kokë tashme. Nuk besoj se Miri do ndryshoj strategji të madhe, sepse e ka kuptuar tashme që gjithë kjo situatë këta dy ka favorizuar, kështu që kjo lidhja është favorizimi i tyre, kështu që pritet si ta them, pret që të shkoj me teje gjitha kjo dhe ta vazhdoj së bashku me Selinin lojën e tyre. Klevisa, mund të shkohet deri aty sa të ketë një raport intim me Selin dhe Mirit? Nuk e besoj. Nuk e besoj sepse nuk doja vlente me tashme. Miri ka konsideruar tajmase si Gocën e tij Selinën. Nuk besoj se këta dy mund të kenë një marrëdhënie ose mund të kenë një puthje ose diçka më tepër në aq sa kemi parë në këtë rrugtim deri tani. Besoj se këta do vazhdojnë lojën si miq, si një shoqëri që ka ngritur aty, si për të favorizuar së pari secili veten e tij, por edhe për të arritur deri në finale që është synimi i çdo banori aty brenda. Mendoj se do të çojnë deri diku lojën e tyre, por do vjen momenti që duhet ta prej, sepse secili duhet të shikojë rrugën e tij dhe nuk mund të bëjnë bashkëpunim loje deri në fund të kësaj loje, sepse vjen një moment ku secili duhet të jetë tek punë dhe të luftojë për forcimet e fuqitë e tija. Nuk e mendoj këtë. Nëse mund të ketë diçka midis Gibos dhe Selinit, po, unë shoh një kimi që kanë këta të dy, por siç thash, unë jam plotësisht i bindur ta them që Selini duket se po e përdor Gibon gjithashtu edhe Mirin në krau tjetër. Mund të jetë një lojë përcaktimi midis 2 banorëve, Mirit dhe Selinit, të cilin ka fut topin mes dhe pasojnë lart e poshtë për të pasur favorizimet e tyre në lojë.